Je në kërkim të një pune, mbi 6.000 vende të lira pune në të gjithë vendin të shpallura në Agjencinë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive, ka bërë të ditur Ministri i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit Blendi Gonxha në një postim në rrjetet sociale, por cilat janë profesione të cilat ofrohen për punë kërkuesit. Kompanitë shqiptare kanë nevojë jo vetëm për punonjës krahu apo për punonjësit e pakualifikuar, por kohët e fundit është shtuar numri i kompanive që kërkojnë punonjës të kualifikuar. E përrjedhoi mes 6.000 vendeve të lira të punës kërkohet ekonomist, menaxher, specialist komunikimi, inxhinier mekanik, zhvillues softwaresh në punës zyre, inxhinier civil në punës financa, drejtues në tregti, inxhinier në elektroteknologji e të tjerë, por nga ana tjetër, numër të lartë pune ofrohen edhe për punonjësit e pakualifikuar. Ndërto, bizneset shqiptare janë në kërkim të punonjësve të pastrimit, punëtorët e ndërtimit, ndihmës kuzhinier, kamarier, shitës në dyqane, shofer të makinave të rënda, kuzhinier, banakier, robaqepës, sistemues malli, si dhe prodhues këpucësh e të tjerë, por si është shkalla e punësimit dhe papunësisë për këtë vit në Shqipëri. Sipas shifrave të Institutit të Statistikave, në 3 mujorin e parë të këtij viti, shkalla e punësimit për moshën 15 deri në 64 vjeç arriti në 69.5% me një rritje prej plus 1.2%, krahasuar me 3 mujorin e parë të 2024-s, ndërsa shkalla e papunësisë për moshën mbi 15 vjeç zbriti në 8.7%, duke shënuar kështu një ulje minus 0.1%, krahasuar me 3 mujorin e parë të vitit 2024.